Shifeni pak të foton. Atëherë ky këtu është një postim nga një studio franceze. Këto dy mega kulla që shihni aty do ndërtohen pikërisht në rrugën e Kavajës. Ajo rruga në mes aty që është rruga e Kavajës që nga ora 2 deri në 8 mbasdites bllokohet totalisht nga trafiku, tashmë do duhet të mbaj edhe fluksin e njerëzve dhe të makinave që do vinë si pasojë ndërtimit të atyre dy mega kullave. Në seancën e djeshme plenare nuk u diskutua fare për ato që quhen akte normative që propozon qeveria për kontrollin dhe zhvillimin e territorit. Dhe nuk u diskutua pikërisht sepse kur erdhi momenti në orën mos gaboj nga 10:30 e darkës për të diskutuar mbi projekt ligjet, pasi gjithë dita kishte shkuar me raportime, përfaqësuesi i Partisë Socialiste Taulant Balla tha që për shkak të një fyerje, për një shkak të një incidenti diplomatik ku Sali Berisha kishte fyer ambasadorin e BE-s, do kalojmë direkt në votim dhe s'do ketë diskutime për projekt ligje. Tani pse këngul tek këto akte normative për të cilat isha përgatitur për të mbajtur fjalën time të parë 10 minutëshe nga foltorja e kuvendit, por që për të pestën herë ndoshta u anuluan diskutimet. Pse janë të rëndësishme këto? Sepse këto akte normative në radh parë vinë si jo propozime të një projekt ligji, po pikërisht për shkak të urgjencës që ka që duan të na bëjnë të besojmë se ka me ndërtimet pa leje Edi Rama dhe qeveria e tij, duhen akte normative. Po çfarë është kjo urgjencë? Kjo është një urgjencë kundër ndërtimeve pa leje. Dhe si të kontrollojmë territorin, si të ruajmë territorin jo nga ndonjë ushtri e huaj pushtuese, as nga ndonjë dyndje emigrantësh, as nga ndonjë shpërngulje, ndonjë zhvendosje demografike, po pikërisht nga këta pak shqiptarë që ende kanë ngelur në Shqipëri. Pikërisht qeveria e Ramës do të na bëjë të besojmë se problemi në vendin tonë nuk janë ndërtimet me leje, si këto kullat e betonit që do ndërtohen te rruga e Kavajës, por janë ndërtimet pa leje, si në vitet e lavdishme 2000 te Edi Ramës, që shkatronte këto kioskat anës lanës, ai do të na besojë se ndërtohet pa leje. Dhe shtrohet pyetja, valla, ne shqiptarët mos kemi ndonjë cen gjenetik të programuar në mënyrë tillë që na bën të pamundur që të mos ndërtojmë aty ku s'lejohet të ndërtohet? Sigurisht që jo. Thelbi i problemit qëndron në faktin që në Shqipëri nuk ka plane të mirëfillta urbanistike, nuk ka ato që quhen plane të detajuara vendore, që përcaktojnë se ku i lejohet qytetarit të ndërtojë dhe ku jo, se ku do kaloj rruga, ku do kaloj infrastruktura për furnizimin me ujë, me energji elektrike, për kanalizimet, se me çfarë intensiteti do ndërtohet. Pra nëse në këtë cop toke planifikohet këtë ndërtime, me sa kate do bëhen këto ndërtime. Nuk ka një plan të tillë. Pse? Sepse në Shqipëri ndërtohet sipas frymëzimeve spontane të Edi Ramës, sipas skicave që bëjnë në letër këta këta arkitektë të studieve të ndryshme anë kënd situash botës, dhe që vinë dhe që implementojnë këtu, se me kë investitor këtë nuk e dim. Atëherë çfarë i ngeli qytetari shqiptar? I ngelet që të ndërtoj pa leje me shpresën se ndërtimi i tij do legalizohet. Njësoj siç tuneli Llogaras, kjo mega afera korruptive, është ndërtuar pa leje, njësoj siç Samir Mane po ndërton kulla në Ilqenin e Farkës pa leje dhe eventualisht lejen pastaj e marrin. Kështu edhe qytetari shqiptar ende në Shqipëri sot funksionon, është në fuqi si thua ligji i legalizimeve. Pra, një ligj që u hartua në vitin 2005, para 21 vjetësh, u hartua me qëllim që të rregullonte, le themi, ato zhvendosje demografike të viteve 90, vazhdon dhe funksionon sot në vitin 2025. Pse? Pikërisht sepse shqiptarëve, qytetarëve thjesht u ngelet shpresa që në tokën time të ndërtoj pa leje, se me gjas, me shpresë do ma legalizoj Edi Rama. Po thelbësisht, çfarë janë këto aktet normative për të cilën unë dje nuk pata mundësi të flas? Në thelb është marrja e të gjitha kompetencave, edhe atyre pak kompetencave që kishin ngelur bashkive ose njësive vendore si quhen, të gjitha këto i merr Edi Rama, i cili është kryetari i KKT-us. Dhe konkretisht dua të citoj disa prej neneve të këtij ligji. Atëre, e nisim me sipas nenit 4 fraksion 1.7. Po citoj: KKT-uja, kryetari së cilës është Edi Rama, me rregullore të veçantë, jo sipas në një plan urbanistik, po me rregullore të veçantë që harton vetë Edi Rama, mund të miratojë leje zhvillimin dhe ndërtimin në hapësirat publike.
Hapësira publike me një film të Edi Ramës shkojnë për koncesion, i kalojnë kujt i do qefi atij. Neni 18.6 ka të bëjë me zonat e rëndësisë kombëtare. Duhet të lexoj si ka qenë ligji dhe si do bëhet. Ligji ka qenë që leja e zhvillimit për punimit në zonën e rëndësisë kombëtare, për të cilën është hartuar plani i detajuar, ai plani i detajuar që u thash pak më parë, i jepet nga KKT-ja mbi bazën e këtij plani. Pra ekziston një plan i detajuar dhe leja jepet mbi bazën e këtij plani. Si e ndryshuan këta ditën e djeshme pa diskutime fare? Lejet e zhvillimit e ndërtimit në zonat e rëndësisë kombëtare miratohen dhe lëshohen nga KKT-uja me rregullore të veçantë. Pra jo sipas planit, po sipas rregullores që harton KKT-uja, kryetari i së cilës është Edi Rama. Neni sa i përket zonave bregdetare. Të gjitha, pra neni 41.1 fraksion 1. Të gjitha llojet e punimeve brenda zonës së brezit bregdetar janë objekt i një lejeje ndërtimi të miratuar nga KKT-uja. Dhe qershia mbitor pastaj për punime për cilat nuk ka nevojë për leje, thotë, sipas nenit 52.1.3, mos deklarimi i punimeve që përjashtohen nga detyrimet pajisjes me leje, dënohet me gjob jo më pak se 35.000 lekë të reja për metër katror, si dhe vendimin e prishjes. Pra, për një fshatar në majtë malit, i cili thash dhe njërë, do të lyej murin, ose do të ndroj tjegullat e qatis, në qoftë se nuk e ka deklaruar dhe KKT-uja e këtyre, do haj gjob 350.000 lekë të vjetra për metër katror të ndryshimit që bën. Pra thelbësisht ky si ligj, ky akt normativ ka kthyer Edi Ramën në çiftligarin e gjithë pushtetetshëm të kësaj hapësirës gjeografike tashmë që quhet Republika e Shqipërisë. Ky kaloi pa diskutime dje, pikërisht sepse kaloi gjithë dita duke marrë me cic-mice, me gruan dhe me burrin e njërit dhe të tjetrit.